Jep dorëheqje Salim Sulejmani, partia Arben Taravarit humb një deputet. Partia Ziadin Seles u bën thirrje për krahësve të Taravarit të kthehen në shtëpinë e tyre të vjetër. Koalicioni Vlen thekson se BDI po dështon t'i shkatroj duke përdorur Arben Taravarit. Izraeli akuzohet për spastrim etnik pas më shumë se 140 të vrarëve në Gaza në 24 orët e fundit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Salim Sulejmani ka njoftuar sot se ka vendosur ta braktisë mandatin e deputetit që e fitoi në radhët e Aleancës për shqiptarët të drejtuar nga Arben Taravari. Ai ka shpjeguar se vendimi i Taravarit për t'u larguar nga Vleni dhe nga ekzekutivi është devijim i plot nga fryma politike dhe qëllimet për të cilat janë bashkuar me këtë koalicion. Ndërkohë, pas dorëheqjes së Salim Sulejmanit nga opozita e deputetit, ajo që pritet të zaventojë deputetin Sulejmani është Valbona Adili Emini, pjesë e lëvizjes Besa. Aleanca për shqiptarët e Arben Taravarit mbetet me një deputet më pak, ndërsa koalicionit e Vlen i shtohet një deputet. Kjo pasi deputeti i ASH-s Salim Sulejmani ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga të gjitha funksionet në parti, por edhe nga pozita e deputetit të kuvendit të Mashinisë së Veriut. Vendimi i fundit i Taravarit për t'u larguar nga Vleni dhe nga ekzekutivi, Sulejmani thotë se është devijim i plot i Aleancës për shqiptarët nga kjo frymë politike dhe një largim i hapur nga qëllimet për të cilat janë bashkuar në koalicionin Vlen. Afrimi me BDI në prag të zgjedhjeve lokale ka sjell një devijim të rënd nga parimet për të cilat ishim angazhuar. Ky bashkëpunim politik është një shkelje premtimeve tona dhe përfatësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike e me njerëz të përmendur në listën e zezë ndërkombëtare për përfshirjen në afera të rënda. Ndërkaq, pas dorëheqjes së Salim Sulejmanit nga pozita e deputetit, ajo që pritet të zëvendësojë deputetin Sulejmani është Valbona Adili Emini. Emini ka qenë e dyta në listën për kandidatë për deputet në njësinë zgjedhore numër 5, ndërsa vjen nga radhët e lëvizjes Besa. Koalicioni Vlen tani më ka gjithsej 10 deputet, ndërsa ASH-s së Taravarit do t'i pamundsohet krijimi i grupit parlamentar, pasi me numrat aktual, më pak se 5 deputet nuk mund të krijojë grup parlamentar në kuvend. Përderisa ka zhvillime dramatike në kampin politik të drejtuar nga Arben Taravari, krahu tjetër i Aleancës për shqiptarët i drejtuar nga Ziadin Sela u ka bërë thirrje antarëve të dikurshëm të partisë që të rikthehen. Nuk ju ftojmë sepse jeni në shtëpinë tuaj, vetëm duam t'ju rikujtojmë se ju presim, theksohet në njoftim të partisë të drejtuar nga Sela. Pas largimit edhe distancimit të disa eksponentëve të Aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit, ASH-ja e Selës thotë se ata mund të kthehen në shtëpinë e tyre, aty edhe nga ku kanë dalë. Ata theksojnë se Sela kur nuk ka lejuar që antarët e ndershëm të Aleancës për shqiptarët të goditen, nënshmohen, sulmohen e degradohen nga ata, e as edhe nga të tjerët, derisa ishin bashkë, por edhe kur janë ndarë. Jemi të bindur që këtë e keni ndjerë dhe ai vazhdon të gëzoj respektin e njëjtë edhe te ju. Nuk ju ftojmë në shtëpinë tuaj sepse kjo është shtëpia juaj dhe këtu e keni vendin. Vetëm duam t'ju rikujtojmë se ju presim, ju besojmë dhe vazhdojmë të jemi të bindur se ju do të riktheheni aty ku gjithmonë keni ndjerë ngrohtësinë, drejtësinë, pastërtinë, guximin dhe krenarinë e vërtetë. Nga partia e Selës ju bojnë thirrje të gjithë antarëve të ASH-s që të mos lejojnë, si thon, me fatin e tyre të përbashkët, me idealin edhe pastërtinë të bëjnë aventura, eksperimente e të nëpërkëmbin ata që kurse ndjejnë ngrohtësinë e familjes edhe të shtëpisë.
Partia opozitare shqiptare BDI ka akuzuar sërish koalicionin Vlen se nuk I përfill askush në qeveri. BDI ka akuzuar qeverinë se po bëjnë punësime diskriminuese duke I anashkaluar shqiptarët. Sipas tyre, kjo ndodhi së fundi në regjistrin qendror ku janë pranuar 8 punonjës të rinj pa asnjë shqiptar në mesin e tyre. Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdon të akuzoj qeverinë se po bëjnë punësime diskriminuese, me çka sipas tyre panashkalon shqiptarët. BDI dënon ashpër vendimin e regjistrit qendror si institucion shtetëror për të pranuar 8 punonjës të rinj pa asnjë shqiptar në mesin e tyre, ndonëse ky institucion, shtojnë integristët, ende nuk e ka përmbushur obligimin kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ky zhvillim është pasojë direkte e shfuqizimit të balancuesit, një mekanizëm I domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit multietnik në administratën publike. Në vend që të përmirësohet gjendja, ajo po përkeqësohet në mënyrë të qëllimshme dhe sistematike. BDI rikujton se këto praktika përbëjnë shkelje të rëndë të kushtetutës dhe të marrëveshjes së Ohrit, duke minuar themelet e bashkëjetesës demokratike dhe të vlerave evropiane. Partia opozitare shqiptare akuzon edhe koalicionin Vlen. Sipas tyre, Vlenin nuk e përfill askush në qeveri. Sa I përket të ashtu quajturave mbetje të Vlenit në qeveri është më së e qartë se askush nuk I pyet, askush nuk u kërkon mendim për asnjë vendim institucional. Ata nuk kanë as ndikim, as autoritet, e vetmja gjë që bëjnë është ta arsyetojnë këto politika diskriminuese me heshtje dhe nënshtrim të turpshëm. Nga partia Ahmetit I bëjnë thirrje qeverisë që të ndalojnë siç thonë me urgjencë këtë prirje të rrezikshme dhe të rikthejë mekanizmat e barazisë dhe drejtësisë në institucionet shtetërore. Zhvillimet në partinë e Arben Taravarit I ka komentuar sërish koalicioni Vlen, sipas tyre është e qartë se po dështojnë përpjekjet e BDI-s për të shkatruar Vlenin duke përdorur Taravarin. Koalicioni njofton se në ditët dhe javët në vijim priten zhvillime të reja politike që do ta forcojnë mëtej rolin udhëheqës të tyre në bllokun shqiptar. Koalicioni Vlen ka lëshuar një komunikat ku thuhet në përpjekjet e BDI-s për të shkaktuar tërmet brenda Vlenit përmes Taravarit kanë dështuar plotësisht. Sipas koalicionit të partive shqiptare, tentativa për përçarje është shndruar në një bumerang politik për vet autorët e saj. Kjo dëshmon se Vlen nuk është një koalicion I rastësishëm, por një projekt serios politik me themel të fortë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Sot, Vlen garanton stabilitet me numra në qeveri, duke qenë një shtyllë rëndësishme e shumicës parlamentare dhe e rrugës së re të qeverisës që po vendoset në vend. Jemi të përkushtuar për të avancuar interesin shqiptar, për të luftuar korrupsionin dhe për të bërë shtetin funksional për të gjithë qytetarët. Koalicioni njofton se në ditët dhe javët në vijim priten zhvillime të reja politike që do ta forcojnë mëtej rolin udhëheqës të tyre në bllokun shqiptar dhe pozicionim si forcë avangarde të ndryshimit në skenën politike shqiptare. Në mëngjesin e sotshëm afër gjysma e vendit ka mbetur pa energji elektrike pas disa orëve dritat u rikthyen në disa pjesë të vendit, por në disa vende të tjera situata ende nuk është normalizuar. Kompania Mepso ka njoftuar se kjo është një situatë që po ndodh edhe në pjesë të tjera të Evropës. Atëherë kur pritet të del agimi, pothuajse gjysma e mashinisë së veriut mbeti në errësirë. Kjo për shkak se një pjesë e madhe e qyteteve mbeten pa energji elektrike mëngjesin e sotëm, për shkak të një ndërprerje të papritur të energjisë elektrike që filloi rreth orës 5 të mëngjesit. Kërçova, Prilepi, Manastiri, Ohri, Shtipi, Strumica, Koçani, Krusheva, Shkupi, Gjevgjelia dhe Kumanova ishin ndër qytetet që kanë raportuar se kanë mbetur pa energji elektrike. Pas disa orëve, dritat u rikthyen në disa pjesë të vendit, por në disa vende tjera situata ende nuk është normalizuar. E për këtë ndërprerjet e energjisë elektrike kanë dalë me njoftim nga shoqëria aksionare Mepso, të cilët të sqarojnë se konsumi I ulët e energjisë elektrike gjatë fundjavës është arsyeja ndërprerjes së energjisë elektrike dhe, siç thonë ata, ka tensione të larta në rrjet në të gjithë rajonin, të cilat kanë ndikuar edhe këtu. Sot në orët e hershme të mëngjesit ndodhi një defekt dhe ndërprerje e shkurtë e rrjetit të transmetimit 110 kW. Shkaku I kësaj ndërprerje ishin tensionet e larta në rrjetin 400 kW në të gjithë rajonin, të cilat ndikuan në sistemin ton dhe shkaktuan ndërprerjen e shkurtë të transformatorëve energjetik 400-110 kW në tranfostacionet.
Ekipet e MEPS-ës, theksojnë ata, vazhdojnë të punojnë për normalizimin e plotë të stabilitetit të sistemit elektroenergjetik. Por më tepër, vlen të theksohet se në mënyrë sistematike, përmes realizimit të investimeve të reja në bashkëpunim të ngushtë me operatorët e sistemeve të transmetimit të vendeve fqinje, po kontribuohet në forcimin e stabilitetit të sistemit, i cili në të kaluarën ka qenë seriozisht i neglizhuar dhe jo i mirëmbajtur. Nga atje shtojnë se MEPS-a vazhdon të monitorojë me kujdes situatën dhe po kryen koordinim me sistemet të transmetimit në rajon me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit dhe sigurinë e përdoruesve me furnizim me energji elektrike. Ka reaguar LSDM-ja, e cila thekson se ndërprerja e energjisë elektrike në gjysmën e vendit po dëshmon dështimin e propagandës së VMRO-s se gjoja kanë ekspertë aftë në fushën e energjetikës. Partia opozitare thekson se pas një viti qytetarët presin përgjigje konkrete për pyetjet që lidhen me ndërtimin e projekteve të reja energjetike të cilët VMRO i futin në platformën e tyre partijalke, por nuk morën asnjë përgjigje, por përkundrazi ka një kolaps të sistemit. Pas një viti të mandatit të Sanja Bozhinovskës në Ministrinë e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale, mund të konkludojmë se absolutisht asgjë nuk po ndodh dhe ministri apo sillet sikur të mos jetë nga këtu. Deri kur ministre do të vazhdoni të fajsoni udhëheqjen e mëparshme për premtimet tuaja të pambajtura, kanë theksuar nga LSDM. Partia e rikujton një deklaratë të ministres Bozhinovska, e cila vetëm një javë më parë me rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike në Spanjë, deklaroi se ajo që ndodhi atje nuk mund të ndodhte në Maqedoninë e Veriut. Ilir Meta, presidenti i Partisë së Lirisë, ka reaguar për herë të parë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku mbeti jashtë kuvendit të Shqipërisë duke mos arritur të sigurojë një mandat deputeti, edhe pse garoi si pjesë e listës së hapur të koalicionit Alianca për Shqipërinë Madhështore. Nga qelia ku ndodhet i burgosur, Meta ka falendëruar publikisht rreth 8.000 qytetarë që votuan për të, duke i cilësuar ata si heronj. Së pari i falenderoi rreth 8.000 zgjedhës që votuan për Ilir Metan, të cilët rezistuan presioneve të jashtëzakonshme të narkoshtetit dhe nuk u shitën as lirinë, as shpirtin dhe as karakterin e tyre përballë një makinerie kriminale shtetërore që cënoi rënd standardet e zgjedhjeve, demokracinë dhe shtetin e së drejtës në themel të tij. Për mua, ata nuk janë votues, por heronj dhe do të gëzojnë për jetë të gjithë mirënjohjen time të pakufishme, shkruan Ilir Meta. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshi.